Përshëndetje dashur miq televizionit Shpresa. Jemi sërish sot në studio për të folur për lajmet më të fundit në vend. I ftuar me mua në studio është Pëllum Pilinçi. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Pa humbur kohë kaloj me lajmin e parë. SPA ka sekuestruar 978 telefona. Hoxha zbulon aksionin e prokurorisë së posaçme. Janë thirrur 11 zyrtar hetim për tenderin e oksigjenit. Profesor, duket se SPA po punon, por nuk po shohim arrestime. Çfarë po ndodh me SPA-kun? Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni, si çdo natë. E di që jeni të lodhur, e di që prisni arrestimet. Si që u kam thënë gjithmonë, SPA-ku varet 100% nga Amerika, sepse është paguar nga Amerika. Si ashtu dhe Byroja Kombëtare. Gazetarja më kanë nxjerrë një pikturë këtu, një foto, shoh disa telefon, shoh Byros Kombëtare që i kontrollojnë telefonët, dhe shoh që 970 telefone. Të dashur shqiptar, unë nuk kam thënë me kohë, nuk është një për të arrestuar dhe 2 dhe 3, po janë me mira dhe me mira. Pra, SPA-ku ne e shëgojmë 24 orë, çdo lëvizje që bë SPA-ku, çdo lëvizje që bë Byroja Kombëtare, unë nuk kam thënë gjithmonë që dosjet janë përfunduar. Dosjet e arrestime janë përfunduar dhe flet të arrestimeve ka disa ditë që janë firmosur për të arrestuar. Por, ka një pengesë. Patjetër, shqiptarë thonë, ku pengohet? Të gjithë shqiptarë, të rinj, të reja, të vjetër, të boshuar, emigrant jashtë dheut, syt i kanë ke SPA-ku. Sepse 97% e besojnë SPA-ku dhe Byron Kombëtare. Kurse 100% nuk e besojnë dy qeverit që janë anti-shqiptare, si Edi Rama, ashtu dhe partia e Berishës. Vazhdojmë me lajmin tjetër. Tërbohet Amerika ndaj Edi Ramës. Urdhër Altin Dumanit. Profesor, mund të na thoni më shumë për arsyet që Amerika është e pakënaqur? Lajmi unë e shoh që thot tërbohet. Tërbohet me të pakënaqur është si nata me ditën. Tërbohet, do të thot, për arsye Amerika ka shpenzuar shumë për popullin shqiptar. Për 97% të shqiptarëve kanë ndezur dritën e shitje ka kohë, por e pengojnë. Pra, ju i pat telefonët, ju nuk dini se janë me mira telefon, janë marrë më përpara. Që në kryeministri, që në Berisha, në fëmijët e tij, në deputetët janë marrë telefonët dashur shqiptar. Por lajmi sot tërbohet Amerika ndaj Edi Ramës dhe Edi Rama ka vënë duart në kokë. Po të dashur shqiptar, ja e them unë kush i pengon arrestimet. Po a them me plot kuptim. E lexoni dhe vetë të dashur shqiptar, thot Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Këshilli i Lartë i Prokurorisë, po ja shpjegoj pik për pik, ata marrën mbi $10.000. Ata kanë penguar të dashur bashkëdhetar shqiptar. Kanë penguar arrestimet. Unë po o them, shikoni dhe lexoni emrat që në kryetari, nën kryetari, antarët e tyre dhe SPA-ku në shihni në krahun tjetër. SPA-ku është hapur. Unë po drejtohem të gjithëve, të 11 vetave Këshillit të Lartë të Prokurorisë, KL5. Do të thot Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ju duhet më dëgjoni me kujdes, ju të Këshillit të Lartë. Unë po flas në emër të shpresës të kombit që kam krijuar qeverinë teknike. Unë po flas në emër të misionit tim. Unë po flas në emër të Amerikës, me qenë se unë jam në Amerikë dhe jam në vendin e dur ku unë kam punuar për gjithë jetën për Amerikën, pra të kombë, pra ju të 11. Keni penguar arrestimet. Jeni zënë pardije gati të rishit njeri me tjetri. Akoma mendoni se këtë do zgjidhni. Ju të 11 të KL5.
Unë a di biografin juve shumë bukur. Pavarësisht se ju në skenë nuk ke nxjerrë fytyrët tuaja. Unë do të nxjerrë dhe fytyrat një nga një, si i keni marrë diplomat, ku i keni marrë diplomat, kush u ka vënë në atë punë dhe pse u kanë vënë në atë punë. Ju po jeni kundra 97% të shqiptarëve. Ju po pengoni arrestimet. Dikush thot pse? Sepse Spaku, prokuroria do të thot, ja ep të gjykatës, ju i cilësoni, ju i ndaloni, ju po ndaloni arrestimet. Po unë po them me plot gojë. Ju ka ardhur fundi dhe juve. Nëse ju nuk e arrestoni brenda javës që vjen, të zbatoni ligjin, të zbatoni atë para që keni marrë, sepse do të dali në përhund nëse ju po i ndaloni arrestimet. Ju po bëni pazar brenda të 11. Të 11 ju nuk bini dakord. Sepse u kanë gjoja, u kanë shpend 3-4 veta për të zgjedhur në Spaku. Ju po zgjeni njëri me tjetrin. Po unë po them troq dhe hapur. Spaku. Drejtori, kryetari i Spaku, do drejtor si e quani ju Dumanin. Dumani do përfundoj arrestimet. Nuk vonohet më. Dumani do përfundoj arrestimet komplet ashtu si që ka vën firmën, ashtu si i ka bërë dosjet, ashtu si e dha firmën herën e fundit kur erdhi nga New Yorku, për kundrasi. Dumani duhet dali para publikut urgjent. Sot është ditë e premte. Duhet dali urgjent të thot, popull, shqiptarët e mi, unë jam prokuror. Unë po pengohem nga 11 veta që kemi nxjerrë emrat e tyre. I keni shumë bukur, po deshe u a lexoj, po i lexoni dhe vetë. Emrat e tyre ne i dim çfarë diploma kanë. Ata mendojnë se janë të papreksh. Kyçat, zinxhirët, do arrijnë dhe këta 11 veta nëse këta nuk e arrestojnë. Këta po pengojnë arrestimin. Zvenc kryeministri si ka vajtur 5-6 herë për të arrestuar. Sot, dhe dihet gjithë televizorët, e thonë me plot gojë, sidomos një televizor të klanit e News 24, një gazetar me eksperiment tha tekstishu, si ka mundësi një pastruse në Greqi të bëhet zvenc kryeministre, dhe ai tha që zvenc kryeministre kam të dhëna që do arratiset, do iki si zvenc kryeministri i parë. Gazetar, mos u mërzit. Ajo s'ka ku të vej më. Unë a kam thënë, e në hen, do vinë do api llogari. Po qalimin që e bëjnë për arrestime, e bëjnë të 11 veta. Po e përsërit e njëherë të dashur shqiptar. Ju duhet ta dini se pengesën e arrestimit po e bëjnë Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Çdo të thotë kjo, Spaku janë prokuror dashur shqiptar, po e quajnë speciale Spak. Po janë prokuror. Ata prokuror varen nga këta të 11. Këta bin telefon. Unë po them të 11. Telefonet e tuaj janë dëgjuar. Çdo gjë që bëni, po dëmtoni kombin shqiptar. Duhet urgjent të arrestojnë që të gjithë ata që janë për të arrestuar. Janë shumë deputet dhe nuk është zgjedhur o 11 veta, po u them o 11 veta. Nuk ka zgjedhje në Shqipëri, po ka arrestime. Ju vërtet keni zënë koltukun i një ngrohur, po burgjet janë hapur për të gjithë ata prokuror, për të gjithë ata gjyqtar që tallen me shqiptarë që i shpjerë për gjyqe, për të ndarë një shtëpi, për të marrë një pasuri, për të ndarë me gruan e me burrin. Ju i pengoni, ju keni 35 vjet që talleni me 97% të shqiptarëve. Unë po jap apelin e fundit. Keni
një javë afat. Nëse ju të 11 që jeni, a here do hape dosja e juaj. Dosja e juaj është gati, po do hape dhe do gjykojeni para shqiptarëve, sepse ju po pengoni arestimet e këtij llumit të qeverisë, e llumit të 35 vjetëve, të njerëzve që kanë vjedhur, kanë hotele. Dhe ju keni hotele. Dhe ju keni makina me xhame të zi, që nuk u takon qerre me buaj. Pra, jeni, si thot Amerika, e shtërbuar për ju. Sepse ju i pengoni. Ata 20 veta që janë në SPAK, i kanë firmosur, i kanë mbaruar, Byroja Kombëtare, më falni, i kanë mbaruar të gjithë dosjet, dhe dosjet janë mbyllur për arrestim. Edhe njerë po e përsërit ju të 11. Firmoseni, lajmëroni të arrestojnë që nesër nuk kanë kuven, për ndryshe, mendoni mirë, për veten tuaj, kini familje, kusure do t'ja heqi familje juaj. Sepse ju e mendoni se jeni për jetë, jo. Ju jeni me orë, me ditë. Të gjitha pengeset që keni bërë, ne kemi verifikuar, dhe unë kam nxjerrë sot emër dhe mbi emër. T'i shohin shqiptarë. Të henën do t'i nxjerrë fytyrat tuaja, një nga një, që t'i shohi publiku dhe t'i shohi bota. Ju të 11, ne kemi klikime të papara. Të papara. Sepse po e shikon tër bota, tër Evropa. Syt i ka në shpresa e kombit. Në shpresa që do bëj me qeveri, me president. Pra, sa më para lajmëroni, leri SPAK-un të firmosi, leri SPAK-u edhe Byroja Kombëtare t'i veri hekurat, si që avuri i Lirmetës, si që vuri hekurat kryetari të Bashkisë të Tiranës, dhe hiqeni mendjen. Ky që është në SPAK, ky do përfundoj arrestimet. Ditën që përfundojnë arrestimet, nuk kam në SPAK, po do ketë prekuri të rregull me studentët që kanë mbaruar në universitetin, ata do bëhen prokuror, ata do bëhen gjyqtar, kurse ju besoj dhe pension nuk do kini për demin që i keni kryer kombit dhe Shqipërisë. Faleminderit. Ju, profesor, keni përmendur në disa nga daljet tuaja se lufta do të jetë shumë e ashpër në Francë, Britani dhe Greqi, dhe duket sikur po del fjala juaj, pasi digjet Greqia. Mitsotakis u përplas me turqit për të shpëtuar lëkurën, zbulohet plani për xhamit. Profesor, çfarë po ndodh në Europë? Të dashur shqiptar, nuk kam thënë që kur kam erdhur se lufta e tretë ka filluar ka 2 vjetë, po ka filluar vetëm me provimin e armëve më të vjetra të luftës së dytë botërore me rusët. Evropa është një gjendje të hidhur, ashtu siç kam thënë, Shqipëria nuk do preket. Kur flas Shqipëria, flas në tokën e Shqiponjave, flas në tokën e Teutës, të Aleksandrit, të Skënderbeut, nuk do preket. Franca do preket, Britania, ashtu dhe Greqia është rrethuar nga Turqia. Të dashur shqiptar, ndje keqardhje për njerëzit që do eliminohen, do dëmtohen, por aman, ne shqiptarët kemi 100 vjetë që na vresni, ata na coptuan, na bën me serbët, na bën me rusët, na bën me Kinën më në fund, dhe tash 35 vjetë me llumin e llumit që ka patur historie Shqipërisë me këto 2 parti të quajtur një PD, PS plus parti e punës komuniste e një plus të madh të spionëve. Pra, gazetare, lufta ka filluar, acarimi, ashtu dhe në Kombet e Bashkuara që s'ka mbaruar akoma, çdo gjë është vendosur, po për Shqipërinë nuk do ketë luftë, për Evropën po, do të ketë.
Me lajmin tjetër, ju lutem. Britania e Madhe godet Izraelin, njeh Palestinën. Profesor, pse Britania gjithmonë aleate me Izraelin kësa dhe i doli kundra? Sepse Izraeli ka vrarë ka vite e vite fëmijë, pleq. Izraeli ka dëmtuar shumë. Britania ka qenë me Izraelin, Franca me Izraelin, po të gjithë kanë qenë me Izraelin. Por erdhi fundi, për çdo gjë. Erdhi fundi se të vraç një fëmijë është ataja me madhe. Pra, ka vite që vriten e s'ka pyetur njeri. Në Kombet e Bashkuara që u mblodh, ishte qëllimisht edhe më tepër për të njohur Palestinën. E ka njohur mbi 160 shtete. Britania nuk ishte rrugdalje, sepse Franca gjithmonë ka qenë me Izraelin. A here u detyrua presidenti Francës dhe e shpalli në New York që edhe ai ishte gati të, e njojti Palestinë. Po Palestina gjithmonë janë me rusët dashur shqiptarë. Irani, Iraku janë 100% me rusët. Ahere Ingiltera para ca kohë tha jemi gati luftë me rusët. Sot e këthevi, ka kohë që i shpije mjekësin në përbodrume si Franca dhe Ingles. Ashtu dhe Greqia. Sot thot unë njoh Palestinën dhe nuk njoh Izraelin. Do të thot që Izraelin do të lënë të vetmi dhe gjithë bota është kundra. Pra, mua vjen keq për Izraelin, për njerëzit, sepse kryeministri anglez ka dëmtuar Izraelin. Ai shkaktar që dëmtovi Izraelin. Kryeministri i Izrael ishte në gjyq siç është Edi Rama, siç janë hajdutët, ai 7 herë ka qenë kryeministër në Izrael. Ai hapi luftën para ca kohe, sepse duhet paraqiqe në gjykatën e Izraelit. Për vjedhjet që ka bërë një hajduti më i madh që ka historia e Izraelit. Ai hapi luftën dhe e di jam i bindur se unë kam shumë miq nga Izraeli në punën që punoj, janë njerëz intelektual, gjithmonë thonë shkaktar që po na shkatron është kryeministri i Izraelit. Jo që është dënuar me ligjin ndërkombëtar të Hagës, por është dënuar edhe nga Izraeli vetë. Pra, populli i Izrael duhet mendohet mirë, të leminojë sa më parë kryeministrin e vet, atëherë do mundet të ketë një shpëtim të vogël. Por lufta nuk ndalon. Nuk ndalon për arsye se Shqipëria dashur shqiptar ka qenë me qindra vjet me shekuj, me Shqipërinë me kufin natyror. Atë që na ka dhënë Zoti. Kosova është krahina jonë dashur shqiptar, deri në Beograd. Maqedonia, Aleksandrit është tonë. Malizi janë tonët, Teuta, e Shkodrës, e Balit Zi. Shqipëria. Pra, ne kemi kufi deri për të detit. Erdhi koha e jonë. Unë them grekëve, politikës greke. Jo popullit grek. Populli grek është shqiptar. Me kohë. Unë i them politikës greke, ul bishtin o kryeministër. Se shumë ke vjedhur ke vite. Je njëri mi pasur, familja tënde është mi pasur në Ballkan dhe në Evropë. Lere popullin grek. Ne nuk mund të harrojmë çamërinë. Edhe ti vetë kryeministri grek je shqiptar, preardhën e ke shqiptare. Mos diq Greqinë se Turqia nuk të ka më shumë se një orë. Greqia është populli shqiptar nuk do luftë. Populli grek, Arvanitos, nuk duan luftë. Pra, politika të dashur shqiptar gjithmonë dëmton. Si politika e Shqipërisë që varet nga serbët, nga grekët. Kjo politik që ka bërë Shqipërinë mua dhe mballa më dhem më tepër në vendin tim. As më intereson fare se çdo bëhet për të detit. Mua më intereson për kombin tim. Ky plan ka 100 vjet të dashur shqiptar
që është për të bërë Shqipëria me kufinë natyrore. Është vendosur, duan s'duan, është vendosur. Unë u them edhe një herë që të gjithëve, që në Edi Rama, ulni bishtin, drejtoni vetë në burg, do të keni më lehtësi. Më lehtësi do të keni nga populli shqiptar, se populli shqiptar është acaruar. Atë që do të bëj populli shqiptar, edhe Perëndia nuk ta bën. Pra, dorëzoni, bëni një qetësi, çdo gjë që keni dërmend, harroheni, s'keni ku vini. Ne jemi në shikim të çdo gjë. Edi Rama të erdhi fundi. I dënuar në Amerikë, nuk arritet vjen në Amerikë, vajti ai palaçua që e ke zgjedhti si president, një rrugaç, dhe vizitovi në Kombet e Bashkuara me Palestinën, me disa vende të shtetit, më fali, jo me Palestinën, me vendet arabe, me Pakistanin, me këto, që t'i sjelli punëtor në Shqipëri. Amore president, ti do të kesh fatin ti jesh në burg. Ti e hodhe Skënderben, tash i na vajt ke në Kombet e Bashkuara dhe na kërko ke harap, të na sjellësh në tokën e Shqipërisë. Jo, bëu gati edhe ti, vishu mirë, se atje kur të vesh me kominoshet, do shosh hikmete. Pra të dashur shqiptar, shumë njerëz më shkruajnë, amo Pilinçi, po na gënjen, nuk po arrestohen, pra çdo gjë që kam thënë do përfundoj. Ne presëm dita ditës të shkojmë drejtim zyrave të reja, me shqiptar, me intelektual, me ata që s'kan gjetur punë deri më sot që nuk u jepni. Pra, Greqia është në rrezik, të dashur shqiptar, unë u them ata që janë në Greqi, ata që janë në Francë, po të doni, po të keni dëshirë, shikoni familjen tuaj, bëni një vizitë nga Shqipëria, e pastaj shkoni prap, po të keni dëshirë. Faleminderit, profesor. Në shumë dalje ju keni folur për studentët dhe ne sot si televizion shkuam për të parë problematikat e tyre nga afër. Disa nga problematikat që hasëm me studentët, të cilët na thanë që ishte mungesa e ujit, ishin konviktet kishin shumë lagështi, jetonin në kushte jo të favorshme. Gjithashtu vendet plotësoheshin në mënyrë informale, do të thotë që kishte konvikte që ishin zënë paraprakisht dhe studentët e rinj nuk kishin mundësi që të shkonin në konviktet që sapo u ndërtuan. Gjithashtu shumë student thanë që kishin e shifnin jashtë shtetit si mundësinë e tyre më të mirë ose të vetme për të punësuar, duke qenë se në Shqipëri nuk u ofroi mundësia për të punuar gjatë studimeve ose pas mbarimit të studimeve. Profesor, doja të pyesja se cila është zgjidhja juaj, çfarë mund t'ju thuash studentëve, cila është zgjidhja e Partisë Shpresa Demokrate? Do me thënë ju gazetare bët një intervistë me studentët që janë në Shqipëri, në Tiranë. Dashur prindër dhe studentë të Shqipërisë, unë kam 2-3 ditë që flas, që u shëgoj drejtje në sytë dhe u them. Janë 7.800 vende që të strehojnë studentët. Si pas gazetares që thotë që ka bërë intervistët, e ne kemi shikuar më para, gazetarja, me sa më tha, me sa unë e kuptova, që nuk janë vende për të jetuar jo njerëzit, po edhe kafshët. Lagështirë do të thotë merr sëmundje tuberkuloz në vend. Lagështirë do të thotë merr plevitër, merr lloj-lloj sëmundje. Do të thotë që studentët e ardhshëm të eliminohen. Me sa e kuptova gazetaren, janë disa vende që janë bërë të reja dhe me çfarë gazetarja ka gjetur 2 studentë të huaj. Dhe studentë të huaj i ka thënë që jemi shumë mirë. Mund të thoni nga ishte studentët? Nga Çekia. Nga Çekia. Nga Çekia që kishin ardhur për studime. Të dashur shqiptar, ka rritur Edi Rama bëm pazar me Çekun. I sjell të Çekisë në pallate të reja dhe djemt e shqiptarëve dhe vajzat që janë me shekuj në tokën e shqiponjave,
i fut në përvende që nuk jetojnë dot as kafshët. Pra, gazetare, në pratë punë kemi erdhur, dhe unë shpresat gjithmonë i kam patur para se të vinje këtu, në studentët që kanë mbaruar më përpara, në studentët që janë duke studiuar, dashur shqiptar. Ka ardhur koha të hapni syt. Ju prindër. Ka ardhur koha që po tallen të huajt me ne. Vinë nga Çekia, strehohen këtu, kurse fëmijë të rinj, të reja që kanë punuar tërë jetën, prindrit e tyre në kooperativa e ferma, në bunker, në për fabrika në Ekurudha, i len dhomat qëllimisht me lagështi të prishura, që të smuren student që është e qëllimshme, e njëjta si që bëjnë në për rrugët e Tiranës, në bulevardin e Tiranës, që të rinjt pinë droga. Dhe policia i she me sy, u vjen keq, por nuk kanë urdhë nga shefat e tyre që t'i kapën. Po mirë, ju të qeverisë, ju të shëndetësisë që thoni, sidomos ka ardhur një grua që ajo s'di të flasi për qartë, për shëndetësinë. A e keni parë? A mund vetë flej fëmija jote në atë konvikt me lagështi? Fëmijë tuaj, shkojnë me xhame të zinj, vjen hanë drek e darka, vjen në për cirk e në për dans në Rom, Milano, apo dofta e në Çeki, po vajtë kanë. Kurse djemët e shqiptarëve, prindrit e tyre kanë vojt gjithë jetën, 46 vjetë me regjim bolshevik dhe 35 vjetë me hajdutët. Edi Rama, të betohen. Vetë shqiptarët do të marrin e do të shpjen në atë konvik e të futën kokën atje të ashosh të lepish me gjuhën tënde atë ftohtësirë. Atë vënd që s'pas ka banjo e në kohën e Drurit kishte një banjo jashtë. Vajzat e reja të ziren me radhë ku do lahen edhe ku do shkojnë në këtë dhomë. E pra të dashur prindër, fëmijë tuaj, ja ku në zgjendje janë. Unë po u flasë drejt për drejt studentëve me shëgoni në sytë. Nëse prindrit tuaj e kanë humbur drejtimin, e janë një shpresa e kombit. Unë u siguroj, do të kini shkollat më të mira, do të kini konviktet tamam si në Amerikë. Ashtu si djali im që kanë qenë konvikt në Washington. Do kini ku të kini dëshirë të vini, sepse shpresat i kemi ke ju. Ju do bëni qeverin, ju do jeni nesër pas nesër president, ministra, ju do jeni ambasador që ti thoni botës ja ku jemi. E jo ajo palo francez, a englez, që bëjnë dallavere me kombin shqiptar, jo të dashur shqiptar. Pra, e njëherë, të dashur student, unë do vi do të vizitoj. Unë do vi të vizitoj dhe mos u largoni nga toka e Shqipërisë. Dhe ju që keni ikur, e ani përsëri. Unë për ju pres që të zini vendin më të mirë që ka në Shqipëri. Që nga kryetari i komunes, kryetari i bashkisë dhe deri në ministrat, zvendës ministrat, në ambasadorët, në deputet, ju do t'ini. Do jenë 80 deputet, 41 senator, me president, me kushtetut si kjo në Amerikë. Të dashur shqiptar, e një fjalë kam për t'u thënë, kanë filluar në tokën e Shqiponjave, kanë zjerë një grafik, quaja ta hedhen në parlament, se këtu duan të bëjnë, të martohen me loj, mashkulli me mashkull, femra me femër, të dashur shqiptar. Toka e Skënderbeut
e Shqiponjave ka qenë e do tjetë me mashkull e me femër. Do tjetë në tokën tonë nuk do të ketë ato që mendojnë, pas ka bërë një plan që gjoja ta aprovojnë që të kenë çdo lloj martese. Ashtu, si që bëri kryetari i bashkisë që martuan 2 persona, 2 meshkuj. Kur nuk do të ndodhi në tokën e Shqiponjave. Një jetë femra dhe mashkull. Të gëzojnë familjen, që të shtohet Shqipëria, që të martohen të rinjt vajza me djem, që të kenë shtëpitë e tyre ashtu më mirë se në Francë, si në Amerikë. Pra mos u tremit se një tremur. Ashtu pash televizorin, kudo në Evropë, po flasën që në Shqipëri do provohet një ligj. Jo. As ka për të qenë, edhe me shekujt e ardhshëm do t'jetë vajza me djalin, femër, mashkull. Dashur shqiptar, natën e mirë, miru pafshim të hënën, të rini të qetë, dhe çdo gjë do bëhet ashtu siç kam thënë unë. Natën e mirë. Shumë faleminderit profesor. Miq të dashur, mos u largoni nga ekrani, pasi pas pak me mua në studio do të jetë zoti Rako Paja, sekretari i infrastrukturës dhe energjisë pranë Partisë Shpresa Demokrate. Faleminderit.